Do habiteni, ja çfarë ndodh nëse nuk konsumoni bukë. Për shumë njerëz ushqimi më i preferuar është buka, madje atyre nuk u pëlqen asnjë lloj ose ushqim tjetër nëse nuk e shoqërojnë me disa feta bukë. Në këtë video do ju paraqesim disa përfitime që i shton trupit tuaj nëse shmangni konsumin e bukës, sidomos bukën e bardhë. Do të bini më lehtë nga pesha. Buka është e pasur me karbohidrate dhe kur e teproni me konsumin e saj është e sigurt që do të shtoni në peshë. Trupi ruan karbohidrate në formën e glikogenit dhe ndodh që për shkak të këtyre karbohidrateve trupi të mbajë ujë. Nuk do të ndjeni vazhdimisht të uritur. Buka e bardhë është plot me karbohidrate të përpunuara, gjë e cila çon në një rritje të papritur të sheqerit në gjak dhe më pas bie. Këto ndryshime të papritura bëjnë që truri të dërgojë sinjale të shpejta dhe të paqarta mbi nevojën për ushqime. Do të ju rritet energjia dhe do të përmirësohet tretja. Kështu do të keni gjithashtu edhe një tretje më efikase në ditët më të vështira.